Në histori, ka objekte që bartin jo vetëm metale formë, por kujtesë, identitet dhe shpirtin e një kombi. Për shqiptarët, armët e regjës Kastriot Skënderbeut janë relike të shenjta. Ne njohim 3 objektet origjinale, 2 shpatat dhe përkrenaren, të cilat sot ruhen në Vjenë. Por ka një histori më pak të njohur. Një mister venecian që pak kush e di. Dikur, në zemrën e Republikës së fuqishme të Venedikut, në Arsenal, është dokumentuar prania e armëve të lidhura me Skënderbeun. Dhe sot, ato nuk gjenden askund. Arsenali Veneciash ishte një nga strukturat më të mëdha ushtarake të Mesjetës dhe Rilindjes. Aty prodhoheshin, ruheshin dhe katalogoheshin anije lufte, armë, mburoja, pajisje ushtarake, relike të heronjve të ndryshëm. Në një listë të vjetër, inventari, historianët zbuluan diçka befasues. Emrin e Gjergj Kastriot Skënderbeut, të shkruar me emrave të gjeneralëve të mëdhenj venecian, komandantëve, admiralëve dhe figurave historike evropiane. Ky fakt tregon se Venecia ka pasur dikur armë ose pajisje të lidhura me Skënderbeun, një zbulim i rrallë, por jashtëzakonisht i rëndësishëm për historinë shqiptare. Burimet historike tregojnë se pas vdekjes së Skënderbeut, familja e tij u shpërngul nga Shqipëria drejt Italisë. Armët e tij u ruajtur nga fisnikët italianë, si familja Sforza dhe Duka i Aresco. Dihet se Venediku kishte marrëdhënie të ngushta me shumë familje fisnike dhe Italisë, dhe shpesh blinte ose merrte në depozitim armë të heronjve të famshëm. Në listën e Arsenalit, Skënderbeu u shfaqet si pjesë e një koleksioni armësh të personaliteteve të shquara. Pra me shumë gjasa, armët i u dhanë Venedikut nga një fisnik italian që i kishte trashëguar. Armët i u dërguan Venedikut si dhuratë politike për nder të aleancave që Skënderbeu kishte me Republikën. Ndërsa hipoteza e tretë, Arsenali kërkonte reliket e heronjve që kishin luftuar Osmanët dhe Skënderbeu ishte ndër më të famshme. Këto janë skenare të besueshme të mbështetura në faktin se emri i tij është realisht në listën e Arsenalit. Lista e Arsenalit nuk përfshin shkrime të detajuara, por fakti që emri Skënderbeut është vendosur aty nënkupton se ose ka pasur një armë, ose një mburojë, ose një pjesë armature, ose një objekt ceremonial, si përkrenare me simbolik. Çfarë do të ketë qenë, ka pasur vlerë të madhe, sepse Arsenali ruante vetëm objekte elitare të heronjve evropian. Deri tani, studiuesit nuk kanë gjetur asnjë dokument të dytë që specifikon objektin. Misteri mbetet i paplot. Armatimi i lidhur me Skënderbeun figuron në dokumentet historike, por nuk është më pjesë e koleksionit të Arsenalit. Dhe vendodhja e tyre aktuale nuk dihet. A janë zhdukur gjatë zhvendosjes? A janë shkrirë gjatë luftrave napoleone? A janë vjedhur? A janë transferuar në koleksione private aristokratësh venecian? Apo thjesht janë humbur në arkifat e pafundme të Republikës? Asnjë përgjigje saktë nuk ekziston. Në të njëjtën kohë, armët që ne njohim sot si origjinale, përkrenarja, shpata e drejtë, shpata e lakuar, nuk përfunduan në Venedik, por në Itali, dhe më pas, në koleksionin Arqidukës Ferdinand II, për të zhvendosur në Vjenë. Do tregon se armët e Vjenës janë një histori tjetër, e dokumentuar dhe pa mister. Armatimi i Venedikut është histori e veçuar dhe enigmatike. Mundësitë ekzistojnë sepse Venecia ka arkiva gjigante që nuk janë digitalizuar. Shumë depo të Arsenalit nuk janë të hapura për publikun. Koleksionet private veneciane janë të mëdha.
Shumë dokumente mbajnë gjurmë që nuk janë hulumontuar. Studiuesit kanë filluar të eksplorojnë ndërshkrime, inventar dhe listimet e shekujve të 15 dhe të 17 për të gjetur ndonjë gjurmë të re. Historia e armëve të Skënderbeut është historia e një kombi. Objektet që qëndrojnë sot në Vjenë janë të vetmet që i njohim, por fakti i thjeshtë që edhe Venecia, dikur republika më e fuqishme detare e Mesjetës, ka ruajtur objekte të lidhura me herojin shqiptar, e bën këtë histori edhe më madhështore. Dhe misteri mbetet i hapur. A do të gjenden ndonjëherë armët e Skënderbeut që figurojnë në listat e arsenalit? A ruhen diku në një koleksion privat? A janë fshehur në depo të paprekura që nga shekulli 17? Ndoshta një ditë, studiuesit, arkeologët dhe historianët do ta zbulojnë të vërtetën. Deri atëherë, misteri i armëve të Skënderbeut në Venecia vazhdon të jetojë.